Ndërkohë tani do të ndjekim deklaratën e Komisionit Përgjithshëm Ilirian Celibashe. Mirëdita të gjithëve, atëherë në përfundim të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit për zgjedhjet për kryetar të 5 bashkive, po shpallim rezultatet paraprake të këtij votimi për Bashkinë e Vlorës. Brunilda Mersini, kandidate mbështetur nga Partia Socialiste, ka marrë 15.672 vota, ose 78.24% të votave të vlefshme. Kandidati mbështetur nga zgjedhësit Dionis Sota ka marrë 2.333 vota, ose 11.68%. Kandidati tjetër i mbështetur nga zgjedhësit Gjergji Nika ka marrë 1.975 vota, ose 9.88%. Për Bashkinë e Beratit kemi këto rezultate paraprake. Ervin Ceca, kandidat i mbështetur nga Partia Socialiste, ka marrë 13.050 vota, ose 83.35% të votave të vlefshme. Kandidati Pavlo Shkarpa, i mbështetur nga zgjedhësit, ka marrë 2.607 vota, ose 16.65%. Për Bashkinë e Cerrikut kemi këtë rezultat. Eligert Hima, i mbështetur nga Partia Lëvizja Shqipëria bëhet 1.275 vota, ose 13.62%. Amarilda Hoxha, mbështetur nga zgjedhësit, kandidati mbështetur nga zgjedhësit, ka marrë 1.888 vota, ose 20.16%. Florenc Doka, kandidati mbështetur nga Partia Socialiste, ka marrë 6.201 vota, ose 66.22%. Për Bashkinë e Matit, rezultati është si vijon, rezultati paraprak. Altin Bojni, kandidati mbështetur nga Partia Socialiste, ka marrë 7.425 vota, ose 66.54%. Eduard Brahilika, kandidati mbështetur nga zgjedhësit, ka marrë 3.184 vota, ose 28.54%. Suzana Pasha, e mbështetur nga zgjedhësit, kandidati mbështetur nga zgjedhësit, ka marrë 549 vota, ose 4.92%. Dhe për Bashkinë e Tepelenës, rezultatet paraprake janë ato vijuese. Gabriel Guma, kandidat i mbështetur nga zgjedhësit, 982 vota, ose 22.15%. Gramos Sako, kandidat i mbështetur nga Partia Socialiste, 3.261 vota, ose 77.85%. Në lidhje me pjesëmarrjen, e cila është një dhënë që është updatuar në bazë të rezultateve të procesit të numërimit dhe të vlerësimit të votave për Bashkinë e Vlorës. Në total, pjesëmarrja për të 5 bashkit ka qenë 18.45%, 18.45%. Për Bashkinë e Vlorës 12.54%, për Beratin 19.81%, për Cerrikun 24.81%, për Bashkinë e Matit 39.23% dhe për Bashkinë e Tepelenës 34.63%. Sikurse e kemi bërë me dje po edhe më parë, në Bashkinë e Tepelenës ne testuam përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e votave. Kjo mënyrë e numërimit të fletëve të votimit asesi nuk kishte për qëllim që të zvendësonte mënyrën manuale apo atë fizike të numërimit, të cilën e përcakton kodi zgjedhor, e cila ngelet sot e gjithë ditën ajo ligjorja. Përdorimi i inteligjencës artificiale ishte një test teknik nëpërmjet të cilit ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve dëshironim të shihnim se sa e dobishme mund të jetë në të ardhmen
përdorimi i kësaj rrisie në procesin zgjedhor në lidhje me saktësinë e numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, transparencën e këtij procesi, efikasitetin kohor, kostot dhe në fundit me integritetin e këtij procesi. Më së paku, përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit e kemi parë si një mjet të përshtatshëm për kontrollin e profesionalizmit dhe ndershmërisë profesionale të numëruesve dhe të komisionerëve zgjedhor. Testi i kryer dje ishte i suksesshëm, plotësisht dhe përmbushi të gjitha pritshmëritë e KQZ-s. Leximi dhe më pas numërimi i fletëve të votimit u krye me sukses të plot, pra duke përdorur inteligjencën artificiale. Pamjet filmike të përftuara gjatë numërimit dhe vlerësimit me dorë të fletëve të votimit u lexuan dhe u analizuan në kohë reale nga programi përkatës kompjuterik i cili bazohet në inteligjencën artificiale. Në përgjithësi, leximi dhe analiza e këtyre pamjeve prodhoi pothuajse 100% të njëjtin rezultat me atë që doli nga numërimi fizik i fletëve të votimit. Pamjet e faqes ballore të fletës votimi, pra të asaj që përmban emrat e kandidatëve, u lexuan me saktësi të plotë nëpërmjet sistemit të inteligjencës artificiale. U konstatuan vetëm disa pasaktësi në leximin e faqes së pasme të fletës votimit, ku ndodhen vendet e vulosjes së saj. Vlerësojmë që në të ardhmen arritja e saktësisë 100% në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit nëpërmjet përdorimit të inteligjencës artificiale do të varet nga ndërtimi i disa protokolleve teknike, të cilat do duhet të respektohen nga komisionerët dhe numëruesit gjatë kryerjes së procedurave të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Më së pari, është e qartë që do duhet të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor, në mënyrë që rezultatet e prodhuara nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie të konsiderohen ligjërisht zyrtare. Po, ky ishte komunikimi im publik në lidhje me procesin zgjedhor dhe veçanërisht pjesën që ka të bëjë me numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit për zgjedhjet për kryetar të 5 bashkive. Pyetje? Ekselasheu ju News Albania, zoti Celibashi, do doja të ndalesha pikërisht tek përdorimi i inteligjencës artificiale si test në zgjedhjet në Tepelen. Ju e konsideruat një test të kaluar me sukses. A e shihni të mundshme që inteligjenca artificiale të aplikohet në zgjedhjet vendore të 2027 si projekt pilot? Do të ishit ju dakord si kryekomisioner? Faleminderit. Ndoshta për të gjithë do duhet të sqarojmë që inteligjenca artificiale në rastin e zgjedhjeve mund të përdoret për shumë aspekte të procesit zgjedhor. Ne e pam si me dobi për ta përdorur gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Dhe në këtë rast përdorimi i inteligjencës artificiale nuk shman nga pikpamja praktike teknike komisionerët ose numëruesit, sepse do të duhet të dikush që i shfaq fletët e votimit përpara një kamere, kamera i lexon, pamjet e përfituara nga leximi i fletës votimit nëpërmjet kamerës analizohen nëpërmjet një programi kompjuterik i cili përdor inteligjencën artificiale. Dhe në kuptim të kohës, të saktësisë apo dhe të elementeve të tjerë të dobishëm për gjykimin dhe për vlerësimin ton do të ishte udhës që të përdorej në të ardhmen. Gjithmonë nëse ne do të vazhdojmë të përdorim këtë mënyrë të numërimit dhe vlerësimit fletëve të votimit, pra të manuale. Nëse përdorim pajisjet elektronike të numërimit dhe të identifikimit, të vlerësimit fletëve të votimit, këtë proces si thua që kryen vetë pajisja përkatëse.
por sa kohë që inteligjenca artificiale po përdoret në shumë aspekte të jetës globale, nuk ka asnjë arsye pse edhe në proceset zgjedhore të mos përdoret në tërësi, pasaj se në cilin moment ose se për cilin aspekt të saj është një çështje e cila mund të diskutohet. E bën këtë test as të nxitur dhe as të frymëzuar nga praktika të tretëve të tjerë, por është momenti e ka sjellë zhvillimi global, teknologjik, si mundësi për ta përdorur këtë risi dhe s'ka asnjë arsye përse ne të kishim droje apo nuk e di çfarë fjalë tjetër mund të përdor për të hezituar për ta testuar përdorimin e inteligjencës artificiale. Te dyshimeve, dilemave apo dhe qasjeve sarkastike të dikujt, ne vlerësojmë që ja vlente edhe me siguri do t'ja vlej në të ardhmen. Zoti Celibashi, këto zgjedhje në fakt kanë ngritur një shqetësim shumë të madh, siç është pjesëmarrja e ulët në 5 bashkitë e vendit, ndoshta më e ulta ndonjëherë, të paktën të referohemi bashkisë që ka patur edhe shifrat me pjesëmarrjen më të ulët që është Vlora. Në këtë kontekst, sa legjitim mendoni ju që janë kryetarët e zgjedhur të këtyre bashkive me një pjesëmarrje shumë të ulët, po le të referohemi Vlorës, me që ka pjesëmarrjen më të ulët, pra vetëm 12.5%. Dhe ju si komisioner, duke qenë se e njihni mirë kodin zgjedhor, doja propozoni politikës ta sanksionoj këtë në kodin zgjedhor, pra të sanksionoj një limit për pjesëmarrjen e zgjedhësve në procesin e votimit në mënyrë që të legjitimohet i zgjedhuri, në këtë rast kryetari i bashkisë. Po e konfirmoj të themi që në kryetarës që ata që janë zgjedhur, kryetarët të këtyre 5 bashkive kanë legjitimitet të plot në kuptim të ligjit. Janë zgjedhur nëpërmjet një procesi zgjedhor të ligjshëm. Dhe rezultati është legjitim. Do ngelet gjithmonë diskutimi në lidhje me faktin që përqindja që kanë marrë është një përqindje domethënëse apo jo domethënëse, përfaqësuese ose jo përfaqësuese. Për gjykimin dhe vlerësimin tim, e thash edhe dje, unë i përkas grupit të atyre të themi personave që angazhohen me procesin zgjedhor, që nuk është domosdoshmëri që të ketë një kufi të pjesëmarrjes për t'i konsideruar zgjedhjet të vlefshme. Po ka një grup tjetër që mendon që në një përqindje të caktuar zgjedhjet nuk mund të konsiderohen të vlefshme dhe do duhet të ripërsëriten. Ka argumente për të dyja pikpamjet. Ta vlerësoj politika, partitë politike se si e kanë interesin dhe se si ato mendojnë që është interesi i qytetarëve. Për mua dhe ata që nuk votojnë në një lloj mënyre kanë një shprehje të interesit të tyre politik, shoqëror e të tjerë. Zoti komisioner, për të vijuar dhe një herë sa i përket inteligjencës artificiale në zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të paktën ju jeni shprehur të gatshëm që ta përdorni këtë metodë të numërimit në një farë mënyre dhe në zgjedhjet e ardhshme. Por a do të rriste kjo koston për zgjedhjet? Faleminderit. Do parte elementi Kosovë, por nuk besoj më shumë do kemi më shumë Kosovë se sa në variantin e përdorimit të pajisjeve të votimit dhe të numërimit elektronik. Po janë dy gjëra krejt të ndryshme. Në rastin e votimit me makina, me pajisje të votimit dhe numërimit elektronik, koha e nxjerrjes së rezultatit është me minuta. Në rastin e përdorimit të inteligjencës artificiale, në numërim dhe në vlerësim të fletëve të votimit, koha do të jetë pak a shumë e njëjtë sa kemi sot kohën, sepse çdo fletë votimi ti do duhet ta shfaqësh në kamerë nga të dyja anët
Dhe pamjet filmike që përfitojnë gjatë këtij procesi do duhet të analizohen nga kompjuteri i cili përdor një program bazuar në inteligjencën artificiale. Pra do duhet që këto pamje, në vend t'i vlerësoj individi, do t'i vlerësoj makina, të themi. Pra janë dy sisteme krejt të ndryshme. Dhe do duhet të bëjmë një zgjedhje. I duam rezultatet shpejt dhe sakt, apo do duhet që këto rezultate mund t'i kemi dhe për 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, apo gjysmë dite, dhe të sakta. E do parë dhe kostot. Rukova Dunisha, Televizioni Publik Shqiptar. Ne tashmë, zoti komisioner, kemi një ministri e cila i përket inteligjencës artificiale siç është diella. A mund të jetë në të ardhmen numërimi i votave një bebe e diellës, sa i takon administrimit të procesit, dhe pyetja dytë po për inteligjencën artificiale, a mund të vi një kohë ku inteligjenca artificiale të plotësojë ndoshta edhe atë propozimin tuaj për një administratë zgjedhore të depolitizuar, pra për komisioner të depolitizuar të zëvendësoj? Faleminderit. Secili prej të interesuarve në përdorimin e inteligjencës artificiale i ndërton modelet bazuar në çfarë ai ka përgjegjësi ligjore apo institucionale. Dhe nuk janë platforma që rrjedhin nga njëra tjetra. Si e përdor KQZ inteligjencën artificiale nuk ka lidhje me se si e përdor një institucion tjetër, një ministri, organet e drejtësisë apo subjekte private. Nuk është se kemi një platformë kryesore dhe prej saj rrjedhin gjithë platformat e tjera. Inteligjenca artificiale, se po marr përsipër të shpjegoj më shumë edhe se ç'di ndoshta edhe se ç'jam i zoti për të shpjeguar, por gjithsesi për të mos i shmagur pyetjes tuaj, është një sistem i ndërtuar nga të tjerët, i cili mund të përdoret nga kushdo që shikon që ka dobi përdorimi e saj. Është një program, të themi kompjuterik, po e them kështu trash nëse mund të konsiderohet i përkufizuar i tillë, i cili është parë që ka shumë dobi në përdorim në shumë aspekte. Ne po shikojmë dobin në përdorimin në zgjedhje. Qeveria shikon përdorimin e inteligjencës artificiale në punët e saj. Prokuroria në punët e veta, gjykata në punët e veta, biznesi në punët e veta. Pra është një sistem ku është i hapur për të gjithë për të përdorur. Mundësia për të përdorur është për të gjithë. Zoti Celibashi, ditën e djeshme paralelisht me zhvillimin e garës elektorale për 5 bashki në Shqipëri, u zhvillua edhe një garë dhe në fakt një proces edhe në Kosovë, ku 18 komuna ju nënshtruan procesit të balotazhit dhe një proces ju mbyll në orën 19, por rezultatin përfundimtar arritën ta kishin deri në orën 21:30. Ndërkohë për 5 bashki në Shqipëri u desh një kohë shumë e gjatë për të pritur. Jo vetëm për këtë zgjedhje, por kryesisht edhe për zgjedhjet e përgjithshme, që vonesat në procesin e numërimit kanë qenë një problematik. Çfarë sugjeroni se duhet të ndryshojë në procesin e këtij organizimi dhe kur do të vi momenti që edhe ne do t'i kemi të paktën në krahasim edhe me Kosovën, po aq shpejt sa edhe Kosova rezultatet e zgjedhjeve. Faleminderit. Nëse ne nuk ndryshojmë këtë mënyrë të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit, gjithë këtë protokoll që lidhet me vendin, kohën dhe njerëzit që angazhohen, këtë situatë do të kemi. Ne rezultatin e zgjedhjeve do ta kemi ditën e nesme ose të pasnesme apo në rast më të keq pas 2-3 ditësh. O do duhet ta kthejmë numërimin në qendrën e votimit, o do duhet të dakordsohemi për përdorimin e teknologjisë të pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik, ose nëse do ngelet kjo mënyrë, do duhet të gjejmë zgjidhje të tjera. Nuk mundet që procesi të fillojë një 2-3 orë me vonesë e të përfundojë pas disa ditësh. Në numërimi përqendruar nuk po them se pse u vendos do duhet të ishte kështu, por sot rezulton që nuk na prodhon dobira. Harxojmë kohë, para, procesi nuk na duket i sigurt, nuk na duket me integritet, dhe do duhet ta ndryshojmë. Tani kjo është një çështje që
pak ose as pak varet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga ju apo nga tjerë. Është çështje e partive politike, është çështje e kuvendit. Duhet ta adresojmë. Ne do t'i përcjellim dhe i kemi përcjell kur ka qenë rasti mendimet dhe propozimet tona në lidhje me këtë aspekt të procesit zgjedhor, ngelet në dorë të tyre për ta vlerësuar. Por është e qartë për të gjithë që kjo mënyrë pak justifikon qëllimet që në fundit ekzistojnë në rastin e numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Po ka dhe shumë aspekte të tjera të procesit zgjedhor që do duhet në reformën e ardhshme zgjedhore të rikonsiderohen dhe ajo çfarë ngelet e rëndësishme është koha. Shpresoj që ata ta fillojnë punën shpejt dhe ta përfundojnë sa më shpejt jetë e mundur. Brenda vitit 2026 do të ishte mirë që ne të kishim një ligj të ri zgjedhor. Nëse nuk do ta kemi brenda vitit 2026, ne do shkojmë në zgjedhjet e vitit 2027, në zgjedhjet vendore, në të njëjtën situatë sikur se kemi shkuar gati në këto 30 vite të shkuara. Faleminderit, ditë të mbarë dhe javë të mbarë. Ishte kjo konferenca për shtype e Komisionerit Përgjithshëm Ilirian Celibashi, ndërkohë do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.